dhe kërkesës së SPA. Kemi një deklaratë nga zoti Berisha, leta në Qytetarët kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës si zgjidhjen e vetme të kësaj gjendje dhe të kësaj situate dramatike që përjeton vendi. Në një kohë kur Edi Rama, njeriu më i poshtruar në detyrë sot në të gjithë hapësirën e Bashkimit Evropian dhe me gjërë, nuk ka sot një kryeministër të poshtruar para botës dhe para popullit të tij siç është Edi Rama. Është i poshtruar sepse po përdor ligjet, kushtetutën, po shkelmon ligjet dhe kushtetutet për të mbrojtur vjedhjen e tij. Është i poshtruar sepse për interesat të tij, të hajdutërisë së tij, të pasurive të tij të paligjshme, po mbyll dyert e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Është i poshtruar se aty ku miraton ligje në parlament, për firmën e tij, firmën ja merr Plumbesha Spirogjoka. Është i poshtruar sepse aty ku bën ligje që linda e tij tjetë First Lady e Shqipërisë, zonja Begaj ja menderos ligjin. Është i poshtruar. Pra Edi Rama përjeton periudhën e poshtrimit më maksimal të një qeveritari, të një kryeministri. Ne sot jemi këtu për të shprehur mendimin e qytetarëve shqiptarë. Do të votojmë në unison për heqjen e mandatit dhe arrestimin e Lubi Ballukut, por këto nuk janë zgjidhja e krizës. Zgjidhja e krizës është largimi i njeriut më të poshtruar sot në skenën politike europiane dhe prendimore, të themi, që quhet Edi Rama. Ju duhet ta dini këtë, që ai është njeriu i poshtruar për aktet që ka kryer, por ai për të shpëtuar lëkurën e tij është i gatshëm të pranojë çdo lloj poshtrimi që i bëhet. Nuk mund ta imagjinoni ju se si në darkat e tij të neveritshme që ja u nxjerr ato që han miqve, shkon dhe u përkulet, u bie në gjunjë si legend, si ç'të ti thuash apo jo, për të kërkuar që të ndryshojnë mendimin. Ky është ta dinë shqiptarët se ky është sot Edi Rama. Mirupafshim.